Më vjen mirë që sot TikToku është mbyllur dhe që fëmijëve, nxënësve ju kemi siguruar një mbrojtje nga një influencë shumë negative që i qëndronte mbi kokë 24 orë në 24. Përfitoj nga rasti ta përsëris për të gjithë, edhe mirë është që mësuesit t'ua thonë prindërve, por edhe nxënësve që përpjekja për të instaluar TikTokun duke përdorur të ashtu quajturat VPN të lira që janë që gjenden në internet është shumë e rrezikshme, sepse ato praktikisht e bëjnë telefonin plotësisht të grabitshëm me të gjitha dhënat që ka brenda. Kështu që prindit duhet jenë vëmendshëm në këtë aspekt.